Po patët mundësit në atë gjoni mos bëni zhurmë. Sot nuk kemi kemi përpara. Të dëgjojmë kolegun, ju lutem. Çështja për cilën e kemi thirrur kryeministrin bëhet fjalë për Smart City-n, i cili nuk është një projekt i zakonshëm infrastrukture teknologjike, nuk po diskutojmë thjesht instalimin e disa kamerave apo modernizimin e instrumentave të sigurisë publike. Sot po trajtojmë një projekt që prek në mënyrë të drejtë për drejtë arkitekturën e lirive civile, sigurinë kombëtare, sovranitetin digjital të Republikës së Shqipërisë dhe integritetin e përdorimit të financave publike. Pikërisht për këtë arsye, mungesa e kryeministrit në këtë sallë është politikisht e pajustifikueshme dhe institucionalisht alarmante. Sepse kur një qeveri ndërmerr ndërtimin e sistemit më të madh të mbikëqyrjes teknologjike në historinë e vendit, kur ky projekt financohet me $118.5 milion borxh publik, kur kontrata lidhet pa garë dhe pa tender ndërkombëtar, kur kostoja dyfishohet brenda pak muajsh pa asnjë argument teknik bindës dhe kur mbi ta rendojnë dyshime serioze për ndikim të personave nën hetim penal, atëherë kryeministri ka detyrimin kushtetues, moral dhe politik të vi përpara kuvendit dhe të japi llogari. Të nderuar koleg, është e rëndësishme që qytetarët shqiptar ta kuptojnë natyrën reale të këtij projekti. Sipas dokumentacionit zyrtar të paraqitur nga qeveria, projekti Smart City parashikon instalimin e mbi 2200 kamerave ANPR për identifikimin automatik të targave, mbi 2600 kamerave PTZ me kapacitete të avancuara inteligjencë artificiale dhe ndjekje dinamike, rreth 3800 kamerave trupore për policinë e shtetit, radarve inteligjent, sensorve akustik dhe krijimin e një infrastrukture të centralizuar monitorimi në 20 qytetet kryesore të Republikës. Pra kemi të bëjmë me krijimin e një ekosistemi të integruar survejimi i cili mbledh, përpunon dhe analizon në kohë reale të dhëna mbi lëvizjet, sjelljen dhe aktivitetin e qytetarëve shqiptar. Kjo nuk është thjesht teknologji sigurie, kjo është arkitekturë mbikëqyrjes masive. Kamerat ANPR regjistrojnë itinerarin dhe lëvizjet e automjetjeve në kohë reale. Kamerat PTZ të pajisura me sisteme inteligjente artificiale kanë kapacitete për ndjekje automatike, analizë sjellje dhe profilizim vizual. Kamerat trupore krijojnë databaza të vazhdueshme audiovizive mbi ndërveprimin mes qytetarëve dhe organeve të rendit. Dhe sipas raportimeve publike, objektivi fillestar i instalimit janë shkollat. Pra, për herë të parë në Shqipëri, po ndërtohet një sistem monitorimi inteligjent që prek drejt për drejt edhe të miturit, pa asnjë debat publik serioz, pa transparencë mbi protokollet e ruajtjes së të dhënave dhe pa garanci të qartë juridike mbi kufijtë e përdorimit të këtij sistemi. Kush i administron këto të dhëna? Ku ruhen serverat? Cili është jurisdiksioni mbi aksesin? Kush garanton që këto të dhëna nuk përdoren për profilizim politik, social apo ekonomik? Asnjë përgjigje e qartë nuk është dhënë nga qeveria. Dhe pikërisht këtu fillon problemi thelbësor, sepse në çdo demokraci funksionale europiane një projekt me implikim kaq të thellë mbi privatësinë dhe liritë civile do të kërkonte analizë të detajuar të ndikimit mbi të drejtat themelore, mbikëqyrje parlamentare, konsultime me autoritetet e mbrojtjes të të dhënave personale, transparencë të plot procedurale dhe standarde jashtëzakonisht rigoroze të sigurisë kibernetike. Po çfarë kemi parë në Shqipëri? Fshehtësi, centralizim, mungesë gare dhe mungesë totale transparence. Në prill të vitit 2024, ish ministri i brendshëm asaj kohe firmos në Abu Dhabi memorandumin me kompaninë Prestige AI, pjesë e grupit G42, marrëveshja klasifikohet menjëherë sekrete. Për çfarë? Çfarë kishte sekret? Cile ishte arsyeja e klasifikimit? Çfarë për të fshehur, çfarë kërkonte të fshente qeveria nga kuvendi dhe qytetarët? Në atë fazë projekti kishte një kosto rreth $60 milion. Më pas, brenda një periudhe pak mujore, ai projekt bëhet plot $118.5 milion. Pra kemi pothuajse një dyfishim të vlerës financiare të projektit pa asnjë argumentim teknik serioz në relacionin shpjegues të paraqitur kuvendit. Në çdo standard normal të administrimit publik, vetëm ky fakt do të mjaftonte për auditim të thelluar, institucional dhe hetim parlamentar.
por aspekti më shqetësues i kësaj çështjeje lidhet me kompaninë që po implementon projektin. Prestige AI është pjesë e grupit G42 me bazë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Dhe këtu hyn dimensionin ndërkombëtar i sigurisë. Në janar të vitit 2024, Komisioni i Kongresit Amerikan për konkurrencën strategjike mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Partisë Komuniste Kineze ngriti publikisht shqetësimin serioz mbi G42 dhe kompanitë e lidhura me të, sepse sipas dokumentave të Kongresit Amerikan ekzistojnë indicie të rëndësishme për bashkëpunim të kësaj strukture me entitete kineze të lidhura me aparatin ushtarak dhe teknologjik të survejimit të Republikës Popullore të Kinës. Madje janë ngritur shqetësime specifike mbi rrezikun e transferimit të teknologjisë dhe të dhënave drejt strukturave të inteligjencës kineze. Pra një vend antar i NATO-s, si ne, po instalon një sistem të centralizuar survejimi kombëtar përmes një kompanie mbi të cilën vetë institucionet amerikane të sigurisë kanë ngritur alarme strategjike. A është konsultuar NATO? A është konsultuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kjo qeveri? A ka kryer Shteti shqiptar një analizë të pavarur të rrezikut të sigurisë kombëtare? Deri më sot nuk ekziston asnjë transparencë publike mbi këto çështje. Dhe sigurt mos të mjaftoj kjo, projekti ndërthuret me dosjen më të rëndë të korrupsionit digjital në Shqipëri, që është skandali i Akshit. SPAK ka identifikuar një grup të strukturuar kriminal, siç e kemi njohur të gjithë, që udhëhiqej nga Ergys Agasi, Mirlinda Karçanaj e biznesmen të tjerë si Beqiri, e punonjës të pafund të këtij institucioni të kriminalizuar, të cilët kërkonin të mblidhnin paratë e qytetarëve shqiptarë nëpërmjet aferave korruptive dhe me presione, të ndërthurura këto presione me krimin e organizuar. Në qendër të kësaj dosjeje ndodhet Ergys Agasi. Sot është në urdhër arresti për akuza që përfshin grupi strukturuar kriminal, manipulim tenderash, pastrim parash dhe ndikim të palishëm mbi kontratat publike. Sipas raportimeve investigative, Agasi ka ushtruar rol lobues kyç për marrëveshjen e Smart City. Pra një individ që hetohet për kapjen e tenderave të infrastrukturës digjitale shtetërore rezulton të ketë pasur ndikim dhe mbi projektin më të madh të survejimit në vend. Pra krijohet perceptimi i një rrjeti të konsoliduar interesash ekonomike dhe politike që graviton rreth tenderave të teknologjisë shtetërore dhe kontrollit të infrastrukturës digjitale të Republikës së Shqipërisë. Dhe pikërisht në zemër të këtij rrjeti shfaqet projekti Smart City, pa garë, pa transparencë, pa mbikëqyrje reale, me kontrata sekrete dhe me dyshime serioze për ndikim kriminal dhe klientelist. Të nderuar kolegë, çështja Smart City kalon dimensionin klasik të debatit opozit-mazhorancë. Këtu bëhet fjalë për një pyetje themelore. A do të ndërtohet infrastrukturë digjitale e Shqipërisë me standardet demokratike dhe euroatlantike, apo mbi fshehtësi, centralizim dhe interesa klienteliste? Sepse një sistem kaq i fuqishëm survejimi, nëse ndërtohet pa garanci demokratike dhe mbi institucione të komprometuara nga korrupsioni, nuk është më instrument sigurie, ai kthehet në instrument kontrolli. Dhe pikërisht për këtë arsye, Kryeministri duhet të ishte sot këtu dhe të jepte llogari përpara kuvendit. Pra Smart City është një projekt që u dyfishua nga 60 në 118.5 milion dollar pa transparencë, të lidhur me kompani për të cilat Kongresi Amerikan ka ngritur shqetësime serioze për lidhje me strukturat kineze të survejimit dhe mbi të cilin rëndojnë dyshime për ndikim nga persona nën hetim si Ergys Agasi e kompani, dhe fakti që kryeministri nuk erdhi sot t'japi llogari vetëm sa forcon dyshimin publik se kemi të bëjmë me një aferë të madhe korruptive dhe një çështje serioze që dëmton sigurinë kombëtare. Faleminderit. Faleminderit. Hedhim në votim të hapur me karton kërkesën. Kush është pro, kundër, abstenimi?